personave janë mbi 230.000 armë, domethënë në Kosovë pa leje. Edhe të merren të angazhohen më shumë qytetarë, domethënë të motivohen qytetarët që të raportojnë rastin. Se ngurron shumë qytetarët e Kosovës pavarësisht se janë prezente, janë ndjeni se është një person është duke kryer një vepër penale, ngurrojnë që të raportojnë një vepër penale për shkak se ata nuk shpërblehen për atë veprim që e kanë bërë, domethënë që e kanë parandaluar një vepër që ndodh një vepër penale, por ata maltretohen vazhdimisht, domethënë në për intervista si dëshmitar, ka raste që edhe kërcënohen nga familjarët e kryesit apo nga kryesi direkt sepse ke raportu apo ndikim në deklaratën e tij, domethënë shteti nuk po siguron një ambient domethënë të sigurt për qytetarët e Kosovës që të raportojnë se ka armë, është ka ndodhur një kalose, ka raste që edhe në rrugë jena prezent që është ka ndodhur një kalose apo një përleshje, domethënë ne e shohim si normale, e kthejmë kokën edhe domethënë nuk reagojmë. Unë mendoj se nuk është problemi vetëm te institucionet e Kosovës, domethënë as te vetëm te sistemi i drejtësisë, është edhe tek ne si shoqëri.